çdo gjë në jetën tonë që na rrethon, çdo sen që e kemi në jetën tonë, ajrin që e frymojmë, jetën që e kemi, ujin që e pim, nanën, babën që e kemi, do shta edhe fëmijët e tonë dhe grujën tonë që e kemi, xhamijat e tona që janë dhurata e Allahit Azza wa Jall për neve në këtë botë. E mendoni përsëri, mendoni mirë përsëri, çfarë dhurata ne i dërgojmë Allahut Azza wa Jall. Me e marrim një shembull shumë thjesht. Nëse dikujt shkon ja blet një vetur të kerr shumë shtrenjtë, ja blet 30.000 euro, edhe ja çon kerrin për të vozitaj, për të shërbim jetën e vet. Edhe ti ja dërgon për këtë qëllim, ti shërbej jetën e vet. Edhe ai disa muj e vozit, pas disa mujve e dërgon shtëpinë e vet, edhe e le kerrin edhe e bën koçak pulave. Qysh ti është ti me dhuratën që ja ke dhënë dikujt? I nënçmuar apo? I përbust apo? Se ta ka kesh, ta ka përqesh, ta ka nënçmuar dhuratën tënde. E mendoni mirë, gjithdo nimet Allahu Azza wa Jall që ne ka dhënë, fjalët e tona, veprat e tona, punët e tona, lëvizjet e tona, gjithçka ne që bëjmë janë dhurata jonë që ja dërgojmë Allahut Azza wa Jall. Andaj gjithsecili prej neve, le të jeti kujdesshëm me dhuratat, me veprat, me fjalët, me vendimet, me këshillat që jep që ja dërgon Allahut Azza wa Jall.